është do t'jetë i vështirë një koalicion i LDK-s me vendosjen për vetë faktin se mund të ketë deputet të LDK-s që s'do t'a përkrojnë edhe s'do t'a votojnë një koalicion t'ilë. Për ndryshe, unë mendoj se zgjidhja vetme për LDK-n është ky koalicion. Pra, unë mendoj edhe si pas jush, është më e mira, opcioni më i mirë, më i duhur që LDK-ja të hyjë në koalicion me lëvizjen në vendosje? Unë e kam thënë shumë herë edhe në zgjedhjet e kaluara, pra vazhdimisht, edhe në zgjedhjet e... Do e forconte pra pozicionin LDK-ja nëse hynë në koalicion? Pa tjetër. Unë mendoj që... Në tjetër, a mund t'i rikthej përçarjet e brendshme? Shiko, LDK-ja s'do të mund... Se mbase mund t'i ketë dy ante e medaljes. Shikoni, përçarjet do të ndodhin ashtu kështu. Nuk mund t'i ikë LDK-ja kësaj. Por nëse LDK-ja mbetet jashtë pushtetit, jashtë institucioneve, të themi presidencës edhe qeverisë, atëherë këto përçarje brenda LDK-s do të dëmtojnë shumë më shumë, se sa të jetë në qeveri ose në president. Pra unë mendoj që LDK-ja ka bërë gabimet mëdha edhe ka bërë gabimet mëdha për fajin e liderit saj, pra Lumir Abdigjikut, sepse unë i kam propozuar disa herë që nga viti kaluar zgjedhjet e para që u mbajtën në vitin e kaluar, që të bëjë koalicion me vetëvendosjen, ta kërkoj pozitën e presidentit dhe të marrë pjesë në qeveri, sepse atëherë kur i fitoj 20 deputete... Pra do jetë e pranueshme, zotin Salia, një gjë e tillë, pra dhe të marrë pjesë në qeveri dhe ta ketë postin e presidentit, a do jetë e pranueshme nga lëvizja vetëvendosje? Shikoni, kur i kishte 20 deputet, e kishte këtë shans. Pra, unë mendoj që e kishte këtë shans, por ishte Lumir Abdigjiku ai që e kundërshton të këte, sepse ai me çdo kush donte pozitën e kryeministrit. Pra, ishte shumë i obsesionuar me çështjen e kryeministrit, po ai me çdo kush e donte atë pozitë. Por ajo pozitë për një parti me 20 deputet ka qenë e vështirë të realizohet, sepse është normale që vetëvendosja që ka pas një përqindje ashtë madhe t'ja japë kryeministrin, se lufta në politik bëhet për qeverin, nuk bëhet as për kryetarin e parlamentit, as për presidentin. Pra e gjithë lufta bëhet për qeverin, sepse qeveria është a institucioni ekzekutiv që i përgadit gjitha gjërat e tjera. Pra nuk ishte logjik që ai ta kërkonte pozitën e kryeministrit me ato vota që kishte LDK-ja. Pra, dhe kështu që nuk ndodhi kjo dhe LDK-ja u fajsu për blokad, për mos pjesëmarrje në qeveri e tjera dhe u ndëshku, ju faturu faj për këte. Tash unë mendoj që